Kemi nevojë për rritje të angazhimit ndërinstitucional në kryerjen e detyrave të përbashkëta me fokus parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm. Qarku i Korçës mbetet një nga qarqet me risk të ulët sa i takon radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, megjithatë ka 2 zona të cilat janë të ndjeshme dhe në vëzhgim nga autoritetet. Nga raportimet, 2 janë zonat hotspot, zonat e nxehta, një në zonën e Pogradecit dhe një në zonën e Devollit, por rastet identifikuara të radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm nuk janë identifikuar. Në takimin e Komitetit Rajonal për parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, u vë theksit e bashkëpunimit të gjitha institucioneve në mënyrë që këto fenomene të mos shtohen në qarkun e Korçës. Këtu jemi vërtet duke folur për parandalimin fushën e edukimit, për parandalimin e radikalizmit të rinjve dhe sigurinë që ato duhet kenë internet, dhe për këtë, sidomos një rol kyçe kanë edhe institucionet arsimore dhe institucionet e edukimit. Për shkak edhe të situatës në lindjen e mesme apo në rajonet të tjera, fenomeni radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm konsiderohet shqetësues për drejtuesit e policisë vendore. Lidhje me këtë fenomen, i cili për mendimin tim është shqetësues për shoqërinë shqiptare, për vetë faktin edhe të situatës jo shumë të këndshme në linjën e mesme apo dhe në rajonet të tjera. Dhe në këtë kuadër, përpjekjet tona do të vazhdojnë maksimalisht. Përmend një veçantë i kushtohet persona që mund të shfaqin shenja apo lidhje me rrjete dyshimta, duke rritur vigjilencën pikat e kalimit kufitar dhe në gjithë territorin kontrollohet mbi hyrje Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Korçë. Ky ka qenë takimi i parë për këtë vit i Komitetit Rajonal për parandalimin e radikalizmit dhe ekstremizmit të dhunshëm, ndërsa do të ketë edhe takime të tjera.